kemi për herë të parë. Jo, kemi pasur çuna në studio se harrova, po kemi një çunë. Vala e dytë. Dhe unë të doja që ta lija një pjesë të intervistës ta lija aty sepse ai është duke përballur me këtë gjë, kështu që është gati një terapi që do të bëjmë. Do ta quajmë Toni. Është 28 vjeç, ka qenë në një lidhje 4 vjet e gjysmë dhe tash është në urdhër mbrojtje ndaj partneres. Më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Ish partneri jote ka marrë urdhër mbrojtje ndaj teje. Ç'a ndodhi? Nga një incident që ndodhi ditën e fundit edhe që kam takuar për të fundit të drejtën, e shtyva edhe me orën time u kap diku te faqja, u gërvisht, ajo e inatosur shkoi në komisariat dhe s'më las mundësinë që ta diskutonim, ta flisnim mes nesh, se nuk është se ka qenë edhe Një sekondë, do të thënë më orën tënde u gërvisht, ç'a ndodhi? La punën që kishte këtu, nisi një punë në Amerikë, punonte remote domethënë, edhe unë vija nga puna i lodhur edhe flija gjumë herët, një ditë bukur çfarë mëngjes, e kishte lënë kompjuterin e punës hapur, WhatsApp-i i hapur edhe shoh që komunikonte me një djalë që nuk e kisha të registruar as numrin. Ky i çonte me mesazhe, flisin për Pragën. Nuk është se ishte në një gjë kush e di domethënë, po prap domethënë ideja që ajo flet në orën 2 të natës unë në krevat duke fjetur. Ishin mesazhe të dyshimta apo vetëm ideja që ajo fliste me? Po ata ishin duke folur për Pragën, ku ta dijon që nuk është dikush që ajo mund ta kishte takuar më parë, mund të klinin, mund të kishin fol për një udhtim së bashku, mund të ishin një eks i dashur, nuk kisha as emër asnjë gjë, ishte thjesht një numër, e kupton? Dyshimi është normal, edhe unë do pyesja me kë fletën 2 të natës, absolutisht. Ti a e pyete? E pyeta kush është, nuk po më thosh asnjë emër. Është i punës, mos krijo probleme, mos nxirr nga hiçi asgjë, nuk ka asgjë. E pyeta dhe në tensione sipër thjesht e shtyva. Ishte ora të dora, e kapi të faqja, u gjakos pak dhe thjesht kaloi domethënë ku diun, edhe ajo overreact pak edhe thjesht doli direkt nga shtëpia. Dhe që atë ditë se kam parë më fare, si mi takuar, s'kemi folur. Episodi parë apo ka pas dhe episode të tjera që je gjendur në situata ku je ndjerë se partnerja po të traston ose ke pas mendime paranojake, siç themi? Po me mendimet paranojake të thënë drejtën ka nisë që natën e parë fare që jeni puth edhe më ka ngel një mendim i imi, domethënë që unë ja shprehja shpesh asaj dhe gjithmonë ma të mohonte. Unë lëviz shpesh edhe në klubet e Barcelonës, shumë nëse ti je shef i gotë, shkon e afrohesh e puth, nuk ka asgjë të keqe, ndodh shpesh, por në Shqipëri s'më kishte ndodhur ndonjëherë. Kjo ishte gocë vetme dhe e para, domethënë që ngacmoheshim me sy, u afrova, u puthëm direkt dhe kjo gjë më ka ngel gjithmonë, domethënë tek vetja ime. Po çfarë të sollej moment? Më pse u kape mas atij momenti që filloi pastaj të ushqiesh? Po sepse më duk goxha, domethënë vajzën fjalë ishin, e kam patur në universitet, nuk kemi folur, e kam pas gjithmonë fiksim, ka qenë goca më e bukur e klasës. Dhe më ranë rasti, domethënë te ky parti, në një parti në një nga klubet e Tiranës që u takuam, edhe po shikoheshim. Unë marr hapin e parë, gocët e Tiranës nuk para të jepen kaq lehtë. Dhe gjithmonë kisha këtë gjë, këtë mendimin që nëse e ka bërë me mua, mund ta ketë bërë me të tjerë. Nëse del herë tjetër do ta bëj me dikë tjetër, më kupton? Ne kaluam deri në fejes të drejtën, edhe natën e fejesës më solli një kolegun e saj nga puna, edhe duke pirë, okay, gjithë po e shijonin, po ky po e shijonte më shumë se të tjerët, nuk e kuptova dhe filloi duke kërcyer, ndoshta më shumë se ç'dua, ju ofrua edhe ishit tim, le të themi, dhe po kërcenin. Aty domethënë mu errën syt si në fejes time, kërcej kolegu me nusen time, kupton, kishim familjarët ju afër, mu errëson syt komplet. Si e përshkruan partneren? Do bëj ca pyetje që duken pak të ftohta, por thjesht do të kuptoj më shumë situatën. Bënte goxha për mua të drejtën, po kishte edhe shefin e ti ishte e lirë, i pëlqente shumë edhe karriera, donte që
kishte hapësirën e saj, dilte me vajzat, me shoqet, dhe unë dilja me çunat ndonjëherë, kupton, dhe ishte ky muhabeti që dilja unë duhet dilte dhe ajo më vendos edhe në pozitë her pas here. I kishe njohur të tiparet e vetja më herët, pra faktin që ishte xheloz, kishe problem, këtë mendimin që the më herët, që partnerja mund ta ketë bërë në të thoya që jam problem, po se nuk di të them tani, më herët lidhja nuk është se kam pas dhe shumë lidhje serioze. Njifesha me gotës, mestes, na ecë, dhe kjo ka qenë lidhja më e gjatë, ka thashë, kam pas fiksim. Kam pasur që universitet edhe... Çfarë mendoje në momentin që filloi marrëdhënia bë pak më e qëndrueshme? Çfarë mendimesh kishe? Po gjithmonë mendoja që domethënë e bëja veten të besoja që nuk do ndodhte gjë. E bëja veten të besoja që çdo gjë do ishte mirë, që nuk do kishte një të tretë, nuk do më tradhtonte. Dhe unë nga ana ime mundohesha të isha sa më sistematik, sa më korrekt. Çfarë sjelljesh bëje me partneren që sot i shikon ndryshe me gjykim? Ke pas ndonjë sjellje kufizuese kundrejt saj? Që e pengoje për punën ose për gjërat caktuara? Po te puna e parë më ka ndodhur një diçka që edhe aty i shkova një ditë rastisht për në tren në orën e drekës dhe e gjej tulur me kolegët dhe shkoj ta takoj dhe kur ishte momenti për të prezantuar, më prezantoi si shoku im. Ky është Toni, shoku im. Kur thua kolegët, ishin miksuar, pra kishte edhe femra dhe meshkuj apo vetëm kolegë? Kishte edhe femra dhe meshkuj dhe në atë periudhë kishim 2 vite gjys lidhur dhe të më prezantosh të kolegët si shoku dhe jo si i dashur apo si i fejuar, ne do fejoheshim për pak, e kupton? Ke xhelozi për shkak se ke parë gjërat që nuk të kanë bërë të ndihesh rehat në marrëdhënie, pra i sigurt. Pra nuk kemi mendime paranojake. Ti the pse më prezanton si shoku im, çfarë tha ajo? Se dhe mua bëri që përshtypje kjo, pse prezanton si shoku im? Fillova ta pyes apo u takuam përsëri kur erdha në shtëpi dhe po më thoshte që ata e din, unë ju kam prezantuar më përpara që jam e lidhur. Me fjalë tjera, domethënë ajo thjesht e zhvlerësoi komplet situatën dhe faktin që më bëri mua të ndihem si i pavlerë në sytë e kolegëve të saj. Ti pastaj bëri një lëvizje për sa i përket profesionit të saj. Po, nuk mund ta lejoja që të vazhdonte përsëri në të njëjtat kushte, të takoheshim me të njëjtë njerëz, ajo kur i mbante të fshehur të dashurin, kush e di çfarë mund të bënte tjetër apo në çfarë situatash mund të futeshe tjetër. Dhe i kërkova me mirësjellje maksimale që të paktën gjeni me punë remote. I shoku im në atë kohë punonte remote dhe i gjeti një punë, punonte në Amerikën, po aty ndodhi dhe problemi tjetër që punonte vonë, unë shkoja vonë dhe s'kishim as kohë të komunikonim, as i gjë domethënë. Dhe shkojmë pas te momenti final fare që e gjeta duke shkruar në 2 mëngjesit, teksa ishte në punë që punonte në Amerikë, domethënë, fliste me dikë tjetër. Është si me dy presa. Pra, ka qenë të kthejes, ai çuni ka ardhur, kjo se ka pritur se shfejesa vet, pra është i ftuari. Ka thënë shoku im, siç thon Kosovë, shoku im. Ose mund të jetë që ka thënë që shoku im sepse si duket nuk do që ato ta marrin vesh. Për arsyet e veta nuk është dakord. Por prapa ajo u fejua pra me të. Dhe e treta iku nga puna, kaloi, pra ajo ka bërë ca lëvizje që gjithsesi, edhe ky WhatsApp i orës 2 të mëngjesit mund të jetë se më ka ndodhur mua kjo gjë. Që të shkruash natën. Unë jam një tip shumë sociale, kështu që do të thë sociale, po më folë dhe flas, futemi në fantazie, kështu e shijoj momentin e bisedës kur vërtet dua ta shijoj bisedën dhe për të tjerët duket e çuditshme. Kupton, mund të flas, mund të bëj një WhatsApp, nuk e di, mund të zgjasi 6 mund të flas 6 orë, domethënë në një grup chat, tikurit tash se kam gjen. Kur të pyesin që me kë po flet, minimumi i jep një përgjigje, një emër apo një diçka, ajo po refuzon të jepte një emër. Po pra, po ndoshta ta ka frikën e tënde se nuk e dim se ç'a bën ti. Pra, edhe momentin, mënyrën se si ti e shpjegove, më falë,
por që po dërhy. Mënyra se si ti e shpjegove dhe skenën e fundit për urdhër mbrojtje e shtyva dhe pastaj e kapi dora o gric pak. Tash unë po bëj si ashtu punëtore po punonjëse policie. Po kur shtyhet si kalo ka ora, pra ora duhet godasi, duhet grici, pra duhet ketë lëvizje të tjera, nuk është shtytja, kështu që ti ca gjëra po i shmang ti thua që është e drejta jote, por unë këtu po them në qoftë se kjo kishte shenja, dhe kishte të vërteta këto, edhe ai çuni natën ishte i vërtet, ky në vend ta ballafaqonte me këtë dhe të gjente një zgjidhje që ndoshta nuk ishte, ky do të që të shtoj kontrollin mbi këtë. Pra edhe kjo s'ka sens në një lloj mënyre. Interpretohen shenjat me të vërtet si mendimet tona mund të interpretojnë, apo janë në realitet ashtu. Kjo gjë është për tu analizuar akoma më shumë. Po ka edhe një gjë e cila mund të lidhet me vlera si ne shikojmë marrëdhënien. Pra nëse vajza në këtë rast që po japin një interpretim tjetër, mund të ketë një sens tjetër të lidhjes që mund të jetë me liri. Pra unë mund të jem edhe ulur me koleg, mund të kem gjuhën time të drejtuarit të partnerit që është shoku im i jetës e the, ose gjëra të tjera që mund të keq interpretohen nga një person i cili mund të ketë dyshime për marrëdhënien ose pasiguri. Kështu që sensi i të jetuarit të lidhjes mund të jetë i ndryshëm për tonin edhe për partneren. Edhe prandaj bien në këto kontradikta, por mund të jetë edhe siç mund të ndodhë që disa gjëra fakte, siç themi ne, mund të bëjnë partnerin të ndihet xheloz. Pra këto momente mund të keq interpretohen edhe të na nxisin edhe ndjenjat e xhelozisë, sepse kuptojmë që kemi të vështirë të vazhdojmë me besim. Otona, të bëj një pyetje, a të kapte ankthi ty për shembull kur nuk e kishe para syve, ai shkoi mbrapa, do të thënë në mëngjes e shoqëroje, sepse kishim histori të tilla që shoqëronë bër nga puna, hani drek, domethënë, e kishe edhe ti këtë lloj ankthi? Po, domosdoshmë e kisha, se unë thash e ishte super gocë e bukur dhe gjithmonë, momentin e parë që nuk e kisha para syve, më shkonte mendja kush po e shef, pse po e shohin, çfarë po i bëjnë, pse po e shohin. Dhe shpesh herë, domethënë kur ishte te punë e vjetër, i shkoja në mëngjes e çoja unë, sidomos pas incidentit që ndodhi tek që më prezantoi si shokun e saj, fillova ta çoja në mëngjes në punë që si kolegët ta shikonin që kjo po frekuentohet ndoshta pak më shumë se me shokun e saj, kupton? Doja ta bëja ditur që unë isha i dashur i saj, i fejuar i saj. Po punës tënde si ja bëje ti kur i ke nga puna? Po unë i gjeja ato, i rregullohesha vetë, si ishte problemi aty, e kupton? Xhelozia që nga i punë me kod plot. Që nga i punë tjetër, xhelozia. Kur e ke kuptuar ti se fakti që po merr në telefon dhe u të falenderoj shumë, falenderoj, unë them me rrallë, po ndërkohë Jona më thot mua që meshkujt kam filluar të flasin dhe vinë në terapi, por prapë rrallë në ekran. Kur fillove ta kuptoje ti që po bënde, apo ishte bas urdhrit mbrojtjes që ke tani? Apo ke pas dhe momente që ke thënë ora një sekond po e teproj? Arriti tek urdhri mbrojtës, domethënë që ishte si një ballafaqim me veten që shkoi situatë deri në atë pikë, po them drejtën, nuk është se kam fol me dikë se kam as në karakter të fakt nuk e kam karakter që të hapem, dhe fakti që ishte vetëm telefonat më bëri ndjej çik më i sigurt që ta ndaj me ju këtë dhe të marr edhe një feedback. Në çpik të xhelozisë, më thënë ti vazhdon marrëdhënien me partneren? Si gjyqa? Jo, që ditë kam marrë urdhrin edhe jam distancuar, por pata një tentativë paracakoshme i shokun tim që merr vesh nga kompjuterat të shu si tip hacker i thonë, edhe të hakoja tek iCloud-i asaj për të parë fotot, mesazhet që shkruante. Ka pas ditëlindjen time password, po e kishe ndru dhe pata i çik të vështirë që edhe ty, domethënë, e kuptova që kam mbaruar kjo gjë, po më vret e gjithë gjë. Po kuptoj që ti ke jetuar praktikisht në një pasiguri shumë të madhe që nga fillimi. Pra je lidhur me dyshim për të treguar ndoshta edhe vetes që ti mund të lidhesh ndoshta me vajzën më të bukur, mund të qëndrosh me të, mund të zhvillosh një marrëdhënie qëndrueshme, mund t'ia tregosh të tjerëve që je. Pra duket sikur doje të arrije një status me këtë lidhje, nëse e kuptova mirë. Një lloj aprovimi për veten, por edhe për të tjerët, që ti more dikë që mund të jetë më i mirë se unë. Tani që shikoj në perspektivë, domethënë
mendoj që dhe kjo mund të ketë qenë. Me thënë, sot si e shikon gjithë procesin e lidhjes, ende vazhdon dyshosh që partnerja nuk ka qenë interesuar në nivelin që ti prisje? Në momentin që u bë kjo gjëja serioze në fejes, domethënë ai ndoshta nuk kishte ku të shkonte mbrapa. Vazhdonte deri në pikën që po opinioni publik u fejua, domethënë shkoi deri në fejes dhe pastaj prishi fejesën pse Nuk pranohej nga familja e saj apo shoqëria afër ku jetonte? Madje familja e saj në momentin që ndodhi konfrontimit e fejesa me kolegun e saj që po kërcente më dhanë edhe drejt. Sepse edhe ata e vunë re që djali sikur po kërcente i çik më shumë, po hidhe i çik më shumë se ç'duhej. Shiko, të gjitha momentet që ky diskuton janë momente që janë të diskutueshme dhe këti do t'i japin të drejtë. Absolutisht. Si mund të shkruhet me një në 2 natës, si mund të thotë shoku, si mund të bëj këtë. Që këto momente që ti toni ke zgjedhur që të thuash, se nuk e di momente tjera. Pra këto janë lehtësisht që ky ka lehtësisht mbështetje. Mbështetje. Dhe me gjë që duhet të dim edhe pak perspektivën tjetër për të arritur. Absolutisht. Po kjo perspektivë ky është i problem që ajo perspektivë nuk dëgjohet kurrë, sepse do vazhdon të ndërton në trurin tënd, në kështjellën tënde dhe fillon gjumë nga kështjella jote dhe ato muret nuk i heq kurrë. Po. Të krijuar një komunikim dhe nuk dëgjon, ndoshta nuk dëgjojnë. Por po kuptoj që edhe partnerja ka pas ato pasiguritë e veta me këtë që na thatoni tani, pra familja që nuk e pranon që të kthehet pas, ose ajo nuk ka dëshiruar që të shkoj pas, nuk e di, a ka gjëra në familje që nuk e ka gjetur fejesën si shpëtim për të dalë, se ka shumë vajza që e bëjnë këtë, edhe sot, jo si edhe më herët ka qenë me zakonshme, pra shikoj martesa si një moment për tu çliruar më në fund nga familja bas. Po, mund të jetë edhe kjo, ne thjesht po hedhim tani hipoteza se çfarë mund të ndodh, pavarësisht Toni nuk e di, më jep atë idenë, ndërkohë që ti flet, që ke një reflektim, përndryshe ke zgjedhur ta tregosh, domethënë, këtë gjën për të marrë një feedback se edhe një lloj diskutimi, pra diskutojmë pak çfarë ka ndodhur me rastin tënd. Vetëm gjë që më dhëm më shumë është që gjithë gjë që unë kisha frikë të ndodhi dhe unë e humba. Si një sabotim, një lloj sabotimi që ti e bën që të shkojë në rezultatin që presim ose nuk dëshirojmë që të ndodh. Mund të jetë edhe kjo. Pra nëse nga perspektiva tjetër ajo ka qenë shumë interesuar në marrëdhënien me ty apo dhe të vazhdonte, por kanë qenë sjelljet që ndonjëherë vijnë nga pasiguritë tona që e bëjnë të shkojë drejt frikës më të madhe dhe realizojnë në fund. Edhe siç ka ndodhur, që edhe sjellja jote ka dalë jashtë kontrollit, po edhe momentet e tua e kanë ndihmuar që të përshpejtohet ky procesi i realizimit të frikës. Por e rëndësishme është vedia, pra vedia që ti përfiton nga kjo situatë, për të njohur se ne njohim veten dhe në situata të tilla. Pra kuptojmë se çfarë na bën ne të ndihemi të pasigurt, çfarë na bën ne të dalim jashtë kontrollit, cilat janë ato xixat, le të themi, që na japin vazhdimisht nga mjedisi dhe nuk i durojmë dot. Ndonjëherë shikojmë edhe çfarë mund të bëhet më mirë me ne, që të kemi jetën më të thjeshtë, më afër atyre realizimeve që ne presim ti bëjmë. Dhe një pyetje të fundit, në shtëpinë tënde si sillej babai karshi nënës? Babai na ka lënë, babai s'ka qenë prezent fare në jetën time, babai na ka lënë 3 vjeç, ka ikur, migroi në Greqi, më vonë u martua andej, krijoi familje dhe nuk kujdesej fare, domethënë nuk kujdesej, as nuk e kthente kokën pas, kam vite pa komunikuar, nuk e di çfarë bën. Ne kemi jetuar me mamin, ka qenë një test modeste, thjesht, her pas here e vështirë, ko që nuk është se kam patur prezencë. Koptar. Frika Prezencë e babit një braktisjes. jetë. Po nxjerrim si element, si ke përjetuar faktin që babi ka lënë 3 vjeç? As pak mirë, domethënë jam përballur vetë me gjitha vështirësitë e jetës që në vigjili, shikoja mamin që punonte, shikoja mamin që strapacoi për ne dhe
duhet isha unë që t'i bëja ballë gjithave me mamin, dhe nga ana tjetër më vinte edhe inat që ai nuk u dese, nuk e la mamin për një tjetër, se as historinë e plot domethënë nuk është se e dim a ka patur dikë në të njëjtën kohë me mamin apo e thjesht la mamin dhe gjeti dikë tjetër. Dhe ka qenë një jetesë, një fëmijëri shumë e vështirë të drejtën. Gjatë fëmijërisë, babi më ka lënë. Ti ke pasur të frikën se mos edhe mamin ndoshta bën të njëjtën gjë, apo ke qenë më i sigurt tek marrëdhënia me Me to? mamin kam qenë goxha i sigurt, mami ka qenë aty shtyll për ne dhe ne për mamin, po frika e braktisë ka qenë gjithmonë, ka shoqëruar gjithmonë edhe me shoqëritë edhe me lidhjet, dhe prandaj siç thash nuk është se kam pas dhe lidhje të gjata më parë, derisa një Po tek lidhet e mëhershme Ishte ke qenë ti juar. që ke ikur apo kanë qenë partnerët? E më ke lënë marrëdhënien. po ka patur nga të dy rastet, më së shumti janë shkëputur partnerët, le të themi, po dhe unë kam patur ato të mijat, që ndoshta s'm kanë pëlqyer disa sjellje, nuk i kam dashur dhe thjesht jam shkëputur. Por është Plus hera parë që edhe- ti e provove po. këtë ndjesinë me vajzën që po flisje. Pra këto ndjesi E drejt. frikës kjo ishte përballja e parë, sepse ti provove ndjesi më thellë. Sepse ka qenë diçka serioze, po. Kam patur shef që në fillim, siç thash, ka qenë ajo që unë doja të kisha, dhe në momentin që e kapa u plotësova në jetë, arrita gjithçka. Dhe nuk doja që të humbja, nuk doja që të zbrisja më poshtë nga i vendi ku isha ngritur. Dhe në këtë moment që ti po e flisje, si çfarë ndjesish more? Konfuze të drejtën. Shpresoj që të mos degradoj më në sjelljen deri në atë pikë. Shpresoj shumë, jam pozitiv për veten, mendoj që disa gjëra i kam kuptuar dhe nuk e di, ju uroj fat vetes dhe në lidhjet e ardhshme. Isha reflekton, duhet ishte një ngjarje e madhe, duhet ishte një urdhër mbrojtje, duhet ishte që të reflektoj, po ndërkohë nga ana tjetër fakti që është këtu në telefon, është një hap shumë i mirë, do të thënë nuk është vetëm urdhër mbrojtjes, reflektim, ndoshta ka qenë brenda ti. Edhe unë të uroj të reflektosh edhe më shumë se për këdo për qetësinë e trurit tënd, sepse nuk ke nevojë ta ngarkosh me shumë mendime, qofse një gjë është për të bërë, do bëhet, qofse dikush do të lë, nuk ke çfarë. Nuk mund të ushtrosh asnjëherë kontroll të plot, dhe historia ka treguar që kurrë askush s'ka kontrolluar askënd derisa e ka vrarë atë. Atëherë ndoshta ka menduar me kokën e vet që ka fituar kontrollin. Për sa është gjallë, asnjë nuk kontrollohet maksimalisht sepse është e pamundur, edhe s'ka qenë asnjë histori e suksesshme në këtë pikë. Kështu që besoj që të gjesh paqe me mendje, mund të gjesh mënyra ndryshme, qoftë terapia, qoftë meditimi, ka lloj mënyra që të kontrollosh pikërisht atë, dhe unë të falenderoj shumë, Toni. Realisht të falenderoj shumë. Shumë faleminderit që më dha të hapësirë të tregoj historinë time dhe sa më shumë suksese, po bën një punë shumë të mirë. Faleminderit.